E që mos u nervozo për borë, këshore. Federata Shqiptare heq flamurin e UÇK-s. Policia Shqipëris heq flamurin e UÇK-s në stadiumin ku zhvillohet loja. Qeveria e Shqipëris largon me dhunë flamurin e UÇK-s. Veç këshore. Këtu janë vetëm tifozat shqiptarë. Këtu janë gjithsej 25 Po pjesa e delegacionit. Serbisë ose 40 antarë Serbisë. Nuk ka tifozat Serbisë, pra gjithë kjo siguri. Nuk përpan veçonin. Që angazhim me këto forcat, 2500 forca, kjo tregon që federata edhe shteti Shqipërisë më shumë i ka dhënë si më thonë organizimit ndeshjes sepse dështëm apo nuk dështëm ne jemi në sytë e Evropës, sytë e botës me këtë ndeshje. Imagjino sikur një shkret. Imagjino shka dush, po kjo është një marrri e madhe edhe për ata njerëz që kanë shku me këqyrë këtë ndeshje, të e ditë çfarë qeverie ka Shqipnia, të e ditë çfarë federate ka Shqipnia, të e ditë çfarë shpiuna i ka qeveria Shqipnies, sidomos ata në kryesorin e Tiranës, ta përdonan flamurin, ti quhesh prej Kosovës, harxhon 600-700 euro, 800 euro, 1000 euro, 2000 euro, me shku me këqyrë ndeshjen, a i ta përdonan flamurin. Edhe tani vjen këtu më shet patriotizëm, thët pse ti po folë qështu. Po realitet është qështu. Një video pak ma herët që kom qitë, kom kallëzu, pse me shku, kur Federata e Shqipnies, me qeverien e Shqipnies, kanë bon marrëveshje që kampionatin e trive, me bon bashkë Serbia, me gjithë Shqipnien. Po që shkohet, më që prej Kosovës gjithë ata njerës me shku atje, kështë për këqyri atë loj me flamura. Po dhe ti që ke shku me flamurin atje, marrët kuft e kur mos u gëzëfsh një tone, se kur ta qish një flamur të UÇK-s, do të me mbrojt, ose në mos shkoj, mos më shet patriot ti mu këtu na për Facebookat e poshte për pjetë kloshar, e mos me mujt me mbrojt flamurin që ke qite e ke vjerë ato, që nëraj arza shko me ata shki. Mos e në shumë e ta përdonos gjithë kush i flamurin, ose mos shko heq, mos e merr heq. Shko me shka dush, po mos shko me flamur të UÇK-s. Mos u më shko. I një mësu ju veç në Facebook, patriota, ta hjek flamurin ato, ta qetë për toke, edhe nuk jenë gjanje me mbrojt. Kallaj është me bo fotografie, me dalna për qytet muan, flamurin mbrojt që ato, në qatë dit, kur dikush ta ka pa ta përdonos. I thu vetit patriot, e ke bajt të ditën në shpinë atë flamur, ke shku i ke lanë ato me ta shkyja ta pisa, pëllec ato, edhe s'ke reagu. Po qysh nuk t'vjen marrë me thonë, ku shku me flamur të UÇK-s o burë? Pse ke s'përdor flamurin? Merë nej flamur të LGBT-sa, shka bedione. Shko, po mos e marrë flamurin në UÇK-s, kur nuk jenë gjene me mbrojt. Nuk po e më kështu.